Një sistem shëndetësor më i rregullt në rang vendi do të ndikonte pozitivisht në shëndetin e shumë personave. Mjeku Luter Nuraj thosë se ka ende shumë punë për të bërë në vend për përmirësimin e kësaj problematike. Sipas mjekut Nuraj, qytetarët duhet të kryenin të gjitha vizitat mjekësore në spitalet e vendit, pa qenë nevoja për të shkuar tek privati për të kryer aty edhe disa kontrolle mjekësore elementare. Tu ka dhe një gjë që nuk është e favorshme për njerëzit, për arsye sepse nuk ka sistem shteti. Unë jam privat, dhe unë jam i detyruar për gjë si privat, por ama shteti nuk ka sistem. Kush është sistemi? Që të kenë të gjitha vizitat garantuara pa pagesë. Dhe njerëzit të venë me një copë letër e të vizitohen sipas kërkesave që kanë. Nëse këtu nuk është ky sikël, pse qysh tek, pastaj ato janë arsyet. Sipas mjekut kardiolog Luter Nuraj, shumica e pacientëve nuk e përballojnë dot koston e vizitave mjekësore tek privati. 10 qytetarë sipas Nurajt shkojnë tek privati duke paguar vizita mjekësore, pasi këto shërbime nuk ofrohen në shtet, duke ndikuar më pas në situatën e tyre ekonomike. Mjeku Nuraj thosë se kosto e shtuar e vizitave mjekësore bën që shumë persona të neglizhojnë edhe tek shëndeti. Shumë njerëz janë që si përballojnë fare, por këtu është koncepti që dhe ata që kanë lek nuk e kanë mendimin për vizituar, por dhe ata që janë fukarej nuk e bëjnë dot vizitën, sepse është një çudi e madhe këtu se ankesat këta i kanë për te privati. Po të dëgjosh lart e poshton na griu privati nga lek në gjitha laboratore mjekni. Po ta marrësh me llogari, ne kemi çmimet që kemi pasur para 15 vjeç, 20 vjeç. Ne e vetëm që qytetësia që nuk ka ndryshuar me ndonjë rritje të madhe, siç kanë ndryshuar tjerat. Nga rritur çdo gjë apo jo. Po pse flasin që na është private? Sepse ata drejtohen tek privati dhe e mbajnë ngarkesën privati për sa i përket asaj që po na rrin. Se nuk ka shtet. Ai që po të ishte shteti, më shtet ai s'ka pse vinte, ai vi sa unë tu thot, unë jam me pension 100.000 lekë. Çfarë vizite do t'i bëj unë atij, ja? Ai se ka mundit të vizita, ai ka mundit tek leku sa do i marrun. Prandaj do kam bërë ato saksionet që them dhe në një varfër vim thot unë kaj kam doktor se do bëj. Por edhe një muaj vizitoj pa lek mbas kësaj vizite sepse do t'i ndjek mjeku internisti familjes siç ka bota. Ç'bëj unë një muaj u bëj pa lek sepse ai që me fibrilacion atrial me ritmi është me ujë zëmër. I dhe mjekimin, si shkoj ky mjekim, kush e kontrolloi? Atëherë ai s'ka lek më të vi këtu. Edhe vdes rrugëve ose në shtëpi. Atëherë unë i them një muaj, hajde tek mua sa herë të kesh nevojë, ose e detyroj 3-4 herë do vish të bësh EKG kur ka çrregull ritmi. Apo do bësh 3 herë ekon çdo 10 ditë pa para, mbas vizitës parë. Kjo s'është e vogël. Por kjo situatë ka detyruar edhe sektorin privat të bëjë disa lëshime në shërbim dhe çmime tek pacientët, duke ofruar tek këta të fundit konsulta falas për ata të cilët janë më larg dhe në fshatra, duke i mbajtur gjithashtu përgjatë gjithë kohës edhe në monitorim.